Skënderbeu po kalon momentin më delikat të sezonit. Humbja në transfertën e Laçit nuk është thjesht një hap fals, por sinjal alarmi për korçarët, të cilët po shohin se avantazhi në krye të renditjes po shkrihet ndeshje pas ndeshjeje. Diferenca prej vetëm 4 pikësh me Kurbinasit dhe 5 me Pogradecin nuk garanton me qetësi, sidomos kur përballë janë skuadra me të njëjtin objektiv, Superligën. Dy humbje radhazi ndaj rivalëve direkt, 1-2 në shtëpi ndaj Pogradecit dhe 2-1 në transfer ndaj Laçit, tregojnë se Skënderbeu ka probleme reale, jo vetëm në rezultat, por edhe në menaxhimin e presionit dhe vazhdimsinë e lojës. Janë ndeshje ku pritej reagim, por në vend të tij erdhën gabime dhe mungesë konkretizimi. Në krahun tjetër, Pogradeci po shfaqet gjithnjë dhe miqëndrueshëm. Fitoria e radhës mban ekipin liqenor në garë të hapur për vendin e dytë dhe rrit besimin se ky sezon mund të jetë historik. Ecuria e tyre po ushtron presion të drejtë për drejtë mbi Skënderbeun dhe Laçin. Gara mbetet hapur edhe në mesin e tabelës ku Apolonia dhe Iliria me nga 22 pikë ndajnë vetëm vendet e 4-ta dhe të 5-ta, ndërsa Korabi dhe Burreli vijojnë duelin e tyre me pikë të barabarta. Në fundin e renditjes, Kuksi vazhdon të mbetet në zonë kritike, 2 pikë pas luftëtarit, ndërsa çdo ndeshje tashmë ka peshë mbijetese. Në këtë situatë, javët në vijim pritet të jenë vendimtare, ku çdo hap fals mund t'i kushtoj shtrenjtë dhe ku lufta për Superligën po bëhet gjithnjë më ashpër për skuadrat.